Këngëtari i njohur shqiptar Alban Skënderaj ka njoftuar se koncerti Motivi planifikuar të mbajë gjatë muajit gusht në Vlorë nuk do të zhvillohet sipas planit. Lajmin e bëri të ditur vetë artisti përmes një postimi në rrjetet sociale, ku zbuloi se pas muajsh përgatitjesh intensive me një ekip të madh realizues, është detyruar të marrë vendimin për anulimin ose shtyrjen e koncertit për një datë ende të pacaktuar. Sipas Skënderajt, ky vendim vjen si pasojë e situatës së krijuar në vend e lidhur me protestat e vazhdueshme kundër investimeve në Vlorë. Motivi ishte planifikuar të vinte në një produksion gjigant në Vlorë në gusht. Megjithatë, për shkak të situatës së krijuar në vend, kanë vendosur që koncerti i planifikuar në Vlorë të mos zhvillohet ose të shtyhet për një datë të pacaktuar, ka shkruar këngëtari. Në reagimin e tij, Skënderaj theksoi se muzika për të nuk është thjesht një profesion, por një mision për të frymëzuar njerëzit, për të dhënë shpresë dhe për të bashkuar ata që jeta i ka ndarë. Ai nuk dha një datë të re të koncertit, por la të kuptohet se shpreson ta sjellë projektin Motiv para publikut sapo të krijohen kushtet e duhura. Koncerti Motiv pritej të ishte një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të verës në Vlorë, me një produksion të përmasave të mëdha dhe një numër të konsiderueshëm të fansave që kishin shprehur interes për ta ndjekur. Të dashur miq, për ju që jeni interesuar, më keni shkruar e pyetur vazhdimisht. Prej muajsh një staf i madh kemi punuar me pasion për t'ju sjellë një surprizë që prisja me emocion të veçantë. Motiv ishte planifikuar të vinte si një produksion gjigant në Vlorë këtë gusht, jo vetëm për vlonjatët, por të gjithë pushuesit që do të gjendeshin në Shqipëri dhe gjithë qytetet e tjera përreth. Kishin përgatitur gjithçka me dashuri, me ide të reja dhe me dëshirën për ta kthyer atë koncert në një festë të paharrueshme. Megjithatë, për shkak të situatës së krijuar në vend, kanë vendosur që koncerti i planifikuar në Vlorë të mos zhvillohet ose të shtyhet për një datë të pacaktuar. Në rrugtimin tim, kam besuar se muzika, përveç se një profesion, ka dhe një mision: të frymëzoj, të jap shpresë, të krijoj ura aty ku ka distancë dhe të bashkoj njerëzit aty ku jeta i ka ndarë. Kjo ka qenë zemra e Motiv. Në të gjitha shtetet si Kosovë, Itali, Greqi, Angli, Gjermani e të tjerë, dhjetra mira bashkëdhetar u mblodhën për të përjetuar ndjesinë e bukur se pavarësisht se ku jetojmë, vazhdojmë t'i përkasim të njëjtës gjuhë dhe të njëjtës kulturë. Prandaj, në një moment si ky, uroj me zemër që gjithçka të zgjidhet paqësisht në mënyrë qytetare dhe Motiv të na gjejë sërish të bashkuar në gëzim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.